krejt mediumeve tjera, larg skandaleve, larg çdo gjë që mundet me u bë viral potencialisht. Atëherë, fillimisht unë po e shfrytëzoj rastin që me ta uru gjatë vjetorin e themelimit edhe krijimit të portalit Familja Jonë. Gjithsesi, duna me përmend që është një kënaqësi e veçantë me qenë pjesë e një ekipi, e po ashtu edhe një platforme që ka për fokus shëndetësinë. Kjo gjithmonë duke pas parasysh se sa i rëndësishëm është shëndetësia si sektor. Padyshim që është përgjegjësi e madhe me qenë një gazetare që ka për përgjegjësi mbulumin e shëndetësisë, edhe për këtë arsye na munduam që çdo ditë si portal, si familje me plasu informacione sa më të sakta. E këto gjithmonë e bëjmë duke referuar edhe duke marrë ndihmë prej profesionistave tonë të shëndetësisë, të cilët janë gjithmonë të gatshëm dhe janë gjithmonë aty për lexuesit e Familja Jonë. Padyshim që gjatë këtij rrugtimi